të nderuar media, të nderuar qytetarë Gjilanit, ju falenderoj që keni përgjigjur ftesës tonë në këtë konferencë të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike për të shprehur edhe një herë shqetësimin tonë serioz lidhur me zhvillimet alarmante që po ndodhin në komunën e Gjilanit. Ne edhe dje, edhe ditët kaluara kemi shpreh në publik opinionet tona, vlerësimet tona për një gjendje të jashtëzakonshme e cila po vazhdon të mbretërojë në komunën e Gjilanit. Ne prej vitit kaluar kem pa se kjo qeverisje e ka humbur rrugën dhe është zhytur në probleme të cilat askush tjetër pos vetvetja e ka futur në një valdosje të komunës së Gjilanit dhe të institucioneve të komunës së Gjilanit. Akti i dorëheqjes së drejtoreshës së buxhetit sot tregon dhe konfirmon shqetësimin ton për një gjendje e cila ka mbretëruar muaj të tërë në detyrinë e buxhetit, por edhe në detyri tjera të cilat janë parë dhe janë paraqitur si dëshmi publik për problemet të cilat ne kemi ngritur kaluar. Ne dje në mbrëmje kemi reaguar për një shqetësim tonin i cili ka pasur të bëjë me ndërhyrjen e militantëve të vetëvendosjes apo më mirë të themi argatëve të kryetarit të komunës i cili e ka gjetë këtë formë, këtë qasje për të bërë presion ndaj të gjithë atyre që e kryejnë punën me dinjitet, me besnikëri dhe në harmoni me procedurat ligjore. Asnjë zyrtar i drejtashëm nuk ka mundur të mbijetoj pozitës së tij, punës së tij udhëhecën kudo në komunën e Gjilanit, nëse ka vepruar sipas parimeve të demokracisë, sipas parimeve të ligjit dhe sipas parimit të interesit të qytetarëve të Gjilanit. Të gjithë ata të cilët kanë rezistuar nga kjo dukuri e kryetarit kanë ardhur në këtë ditë për të ofruar dorëheqje. Detyresha e buxhetit është e fundit e cila ka ndërheqje. Ne edhe vitin e kaluar kemi pas shumë dorëheqje. Të detyreshës së arsimit, janë dy detyresha të arsimit, të cilat nuk kanë mund të bëjë ballë kryetarit komunës presionit tina dhe çastës tina, i cili ka dash të ketë jo detyresha, po më falni shprehje të ketë argatesha. Edhe kjo qasje e tij e ka bërë që dy detyreshat të shëndetësisë, po ashtu njësoj të japin dorëheqje dhe të mos jenë në pozitat e tyre. Kemi po ashtu sot detyreshën e buxhetit, në të kaluar kemi pas presion të jashtëzakonshëm ndaj drejtoreshës së QKMF-s në Gjilan, e cila është detyruar të jap dorëheqje. Njësoj kemi pas drejtoreshën e zyrës së prokurimit në Gjilan, e cila po ashtu ka ndërheqje. E kemi zyrtarën kryesore financiare, e cila është pozita e dytë detyrim për buxhet dhe financa, e cila i procedon të gjitha pagesat në komunën e Gjilanit, e cila ka ndërheqje. E kemi udhëhecet të urbanizmit, të cilat kanë pas pozita udhëhecse përvojë gjatë eksperiencë dhe kanë shërbyer më së miri Gjilanit, janë detyruar të japin ndërheqje. E kemi detyreshën e themit klasnjerë për shkollave më të mira në Gjilan, më të suksesshme, e cila është detyruar po ashtu të është largu, pastaj ka fituar rastin për gjykatë. Të gjitha këto, ka të tjera sigurisht, bëjnë me tregu që ky kryetar komuni ka shpallë luftë gjinisë femrore. Nuk ka vetëm shqetësimi që i ka detyruar me largu, por e ka gjetë pikën e dopt dhe po lufton me gratë të cilat marrin pozita dhe përgjegjësi me dinjitet me krypunën e tyre. Për ne është shumë shqetësim serioz. Dhe kjo tregon që në pikat kyçe të arsimit, të shëndetësia, të buxheti, të urbanizmi, të prokurimi, të ZKF-ja, janë pozita kyçe në komunën e Gjilanit. Gjithçka shkon dhe menaxhohet për këtyre pozitave kyçe. Këto janë zhvilluar pagesa dëshmta, të cilat sigurisht që Partia Demokratike kur ta merr raportin financiar, do të ketë kohë mjaftueshme për paraqit dyshimet e mëdha për këshpërdrimin e buxhetit të vitit 2024. Njësoj se mund të kaluar. Të nderat, nuk po flas shumë, po vjen koha atë pushimin. Te urbanizmi është anarki e plot në qytetin e Gjilanit dhe një detyresh fatkeqësisht, se ne respektoj dhe çmoj, ka mbetë vetmja që po i reziston në thojza pozitës saj si detyresh i inspeksionit. Aja ka zgjedhur rrugën e saj të heshtjes, sepse çdo veprim i saj bie në kundërshtim me interesat e kryetarit të komunës Alban Hyseni dhe me interesat e pazareve të tij, të cilat i bën në çdo
punë që e bën komunën e Gjilanit. Ndeshte lejen ndërtimore, ndeshte tenderët, ndeshte buxheti, pagesat, ndeshte shpunësimet, ndeshte shëndetësia, nepotizmin, punësimet që ka bën, ndeshte arsimi, e tash njësoj edhe të lejet në ndërtimet pa leje. Andaj, edhe ne si Partia Demokratike e kemi kërkuar vitin e kaluar ndërheqjen e kryetarit komunës si aktin më të nevojshëm dhe më të domosdoshëm për ta shpëtuar Gjilanin. Kë nuk ka dhënë ndërheqje, s'ka qenë i gatshëm sepse mungon morali i tij politik dhe institucional dhe tenton me çdo kusht ta mbajë pozitën, por fatmirësisht janë pak muaj dhe ai sigurisht se nuk do të jetë në krye të komunës sepse ka dëshmuar puna e tij e keqe dhe e dëmshme për secilin person i cili ka pas angazhime dhe përgjegjësi në institucionet e komunës Gjilanit. Andaj edhe sot, në emër të Partisë Demokratike e përsëris të jep ndërheqje sepse do ta shpëtonte Gjilanin, do të minimizonte të këqijat të cilat janë bërë të tepërta dhe të padurueshme. Andaj edhe një herë shprehim shqetësimin tonë për ndërhyrjet e djeshme të javës kaluar që zyrtarët e vendosjes të lidhur me familjarë të asamblezëve të vendosjes e kanë pru punën me thirr policinë e Kosovës me ndërhy për të dhënë rend dhe disiplinë në institucionin më të rëndësishëm ku menaxhohen 40 milionë euro. Kjo flet shumë, kjo dëshmon të gjitha ato që ne si Partia Demokratike në Gjilan i kemi paraqit prej vitit kaluar edhe sot. Zoti Rashiti, a keni informata pak më shumë, më konkrete se çka ka ndodhur dhe kur ka ndodhur? Apo është fjalë që ka ndodhur gjatë ditës punës, akti i supozuar i thyrjes së verës apo gjatë vikendit? Për detaje nuk më takon mua edhe nëse i kam, edhe kemi informacione sepse nuk dua të jem ta luaj rolin e policisë Kosovës. Ata japin detajet, sigurisht gjitha në kohën e duhur, punën e di që janë të kry, por ne kemi pas informacione që këtë detyresh ka pas presion të papar për me dhënë ndërheqje për ta emëruar një detyresh tjetër. Njësoj ka ndodhur me detyreshën e arsimit edhe me të tjera. Është një formë e ashpër e olët e kryetarit komunës për me detyruar njerëzit në shumë pozita. Vetë për asnjë arsye tjetër. Ne si Parti Demokratike asnjëherë nuk kemi shpreh kritik, vretje për punën e detyreshës, sepse jemi qenë bindur që ajo e kryen mirë dhe ndershëm. Por detyresha nuk ka pas qasje në të gjitha lëvizjet financiare që kanë ndodhur në vitin 2024. Andaj për detajet kur kanë hyrë, kanë ndodhur javën e kaluar, gjatë orarit, pas orarit, prej zyrtarëve, kolegeve të saj që punojnë në detyrim të Ministrisë të Financave. Por të nxitëra sigurisht nga kryetari i komunës sepse ka hesht. Ka javë, afërsisht një javë që ka ndodhur raste, kryetari i komunës kemi informacione të sigurta që ka ftuar një herë tek kemi për me të kalu problemin, pastaj e ka anulu që i bën se kë i ka prik kësaj lojës për me ardhur drejt ndërheqja e drejtësisë së buxhetit për ta liruar dikujt tjetër vendin për me shërby jo lishmërisë, jo shpenzimit të duhur të buxhetit, por kërkesave të kryetarit të komunës. Zoti Rashidi, na ke parasysh mjetët që përmendet nuk janë mbajtur në zyrën e drejtësisë. Mirë, cili ka qenë qëllimi saktësisht që po ne kanë dy zyrën e drejtësisë të kontot apo zyrtar të listës së vendosjes. Unë e di, Detyrim Buxhet dhe Financa, prej se është emëruar këtë detyresh, ka pas probleme. Prej, po e them me përgjegjësi të plot, prej zyrtarëve të lartë të vendosjes, që dalin çdo ditë në portale, na fyjnë dhe na akuzojnë opozitën, shesin moral, politik dhe institucional, ndërsa familjarët e tyre që punojnë në deturi, nuk e dinë a kanë drejtoresh, a kanë pas drejtoresh herolindën, a kanë pas drejtoresh burrën e dikujna që punon që është asamblesë. Kjo është shqetësuese. Domethënë, detajet i takon me marrë i dhonë vetë drejtoreshat që është përballë me këto sfida, arsyet të cilat i ka paraqit ajo dje sot në ndërheqjen e saj janë shqetësuese. Ndërhyrja pa autorizim në zyrën e saj. Domethënë ka rrezikuar integritetin dhe sigurinë institucionale, sepse tash menaxhohen 40 milionë euro. Dhe e thot arsyeja tretë janë tensionet e vazhdueshme brenda institucioneve të komunës. Aty është anarkie plot. Aty është luftë e papar
që bëhet ndaj njëri tjetrit vetëm e vetëm për të bërë të ndëgjueshëm secilin prej zyrtarëve për kryetarin e komunës. Nuk kam informacione të tilla, Qëllimet unë kam qenë 16 muaj në atë. Unë kam qenë 16 muaj me atë zyre. Një gjë e di që atë ka kamera edhe në hapësirat e jashtme të objektit, ka edhe në hapësirat e korridorit. Unë besoj se policia e ka nisë rastin edhe do të jetë ajo që jep përgjigjen këto çështje që po i ngritë, por ne më shumë nuk kemi informacione. Por jemi të bindur se çdo gjë dëshmohet atë. Zotëri Rashiti, për te kësaj, në një prej shkrimeve të fundit në profilin tuaj zyrtar Facebook keni paralajmëruar që në muajin e vjem do të ketë edhe skandale të tjera të mundshme. Cilat mund të jenë ato skandale që keni paralajmëruar, nëse nuk jeni të nevojshme me specifiku, a janë skandale që e prekin dinjitetin e qytetarit, drejt për drejt me qytetarit? Unë veç du shkurt t'jap këtu, do të kohës mjalon, sepse veprimet kur i bojnë vetë ata janë më bindse për publikun se sa ne kur i themi. Ne i themi vetëm kur kemi fakte. Na kemi informacione të bazuara, të konfirmuara, pa dëshmi nuk dalemi asnjëherë me ngriçështën, sepse është parimi imi edhe joni si Partia Demokratike. Ne një gjë e dim edhe themi se shpenzimi i buxhetit 2024 është një problem shumë serioz, qysh ja kanë ndrru destinimin milionave eurove për projekte të caktuara dhe ato nuk janë shpenzu dhe janë destinuar për projekte tjera. Kjo është e ndaluar me ligj të ligjit për financat publike dhe është vepër penale. Unë jam i bindur dhe besoj që këtë drejtoresh nuk ka leju dhe nuk ka bërë veprime të tilla, andaj është bërë e padurueshme për kryetar të komunës. Por ne e dim që ato çfarë skandalet i presmi, sepse jena në fillim të vitit e presmi raportin financiar, i cili me vonesë për herë të parë nuk na ardh tash kuvendin komunal, edhe presmi raportin auditorit të përgjithshëm, i cili e ka përfundu ose është proces përfundimit të auditimit në zyrën e komunës Gjilanit, dhe ato janë raporte zyrtare të cilat janë fakte edhe për qytetarët, po për neve, të cilat ato raporte fshehin diçka për te mbrapa tyre që ne në kohën e duhur do t'i paraqesim për publikut. Faleminderit. Ka shumë në diapazon zonë me bëu pyetje kon dy pyetje të tjera të shkurta. Do hiqja e drejtoreshës së këtë kohë. Ku më të mundë të shkojmë zgjedhje lokale, po besoj që ndoshta ju pozitoni në bazën e skandaleve ose presioneve të ndryshme. Po a është etike kjo? Edhe e dyta, si pyetje, etike prej drejtoreshës së këtë fjalë? Po edhe e dyta, për shembull, përgjegjësia institucionale është individuale. Ajo për shembull në secilin drejtoreshës pozicionin e ka marrë me vullnet të lirë dhe ka ushtuar për një kohë të gjatë. Nëse për shembull ka pas presione të ndryshme të vazhdueshme nga kryetari i komunës, a mendoni që ajo ka qenë një mënyrë e handikepuar për mi zbuluar të skandale më herët? Sepse nuk kemi një raport për shembull që nga koha jote kur ishe drejtorisë për buxhet dhe financat, ne nuk kemi bën një raport që drejtoresha e ka shpalosur dikon për shkakun. Drejtoresha nuk ka shpalosur deri sot, sepse secili zyrtar, secili person që ka pak përvojë politike edhe etike, që e përmende, secili jep një rast dikujna për me e gjetë gjuhën e bashkëpunimit të besueshmërisë për me ecë para bashkë. Unë mendoj që këta ka bërë drejtoresha. Sepse dhone kam bërë. 16 muaj jam sfidu me kërkesat të paligjshme. U prish marrëveshja tash nuk du të hinë spekulime. Por unë sa kam qenë nuk ka guxuar me ndodh asnjë pagesë e paligjshme. Ka pas te kalime, ka pas gjëra që i kemi paraqitur në kalumin, por një e di që ky kryetar komunës. Na analizoni që 3 vjet e gjysmë ka marrë pushtetin në Gjilan. Ushtrues e tyre ka pas para se më shkon drejtar, që është normale se drejta krijon ekipin e tij qeverisës. I mkonon 16 muaj, nuk kemi mujt me çu magat. Tepër e kemi shty, fal përvojës time, fal dëshmërisë time për me të kalu problemet dhe me gjetë gjuhën e tij para. Jo për shkak time. Pas me ka qenë ushtrues e tyre 6 muaj ditë, ama tepër.
Zyrtari që ka përvojë më shumë te në detyrit e ke Kosovës, jo Xhilanit, Elmi Limoni. Pas ti ka ardhur Drejsha, tash Herolinda. Tash emërohet dikush tjetër deri në 6 mënon. 5 drejtori, 5 persona i ndron buxhet. Kjo flet shumë. Te arsimi ka pasur shtrues e tyre, ka pasur detyresh, e ka sharku, e ka largu, e ka sharku për shkak për nepotizëm. Çka ka ndodhur me këtë detyreshin e dytë? E ka largu për shkak të mos realizimit të nepotizmit të si kërkesë e kryetarit komunës. Pra në secilën fushë të urbanizmit është anarki, të inspekcioni është anarki, të shëndetësia është anarki. Nuk janë unë pse po i tham si parti opozitare, por këto po e dëshmojnë çdo ditë. Aktet e dorëheqjes, nëse një qeverisje është stabile, i ka njerëz të duhur edhe punon mirë me ta, nuk vjen puna çdo 6 milion dorëheqje, çdo 2 milion dorëheqje drejtorat që janë pozita kyçe. A dhe të me thonë për detyrinë e arsimit mundru 3 detyra, 4 detyra në një mandatit. S'mon, i vyn koste cilet për me implementu një diçka që e menon me thonë kontribut për sektorin që në heqë. Edhe një pyetje të shkurtër. Në publikimin e dorëheqjes të drejtoreshës për buzet e financa, ajo është drejtuar kryesuesit kuvendit domon fillimisht për dhënien e dorëheqjes. Pastaj domon në dytësor vjen kryetari i komunës. A ka qenë kjo një linjë e rregullt e Jo, absolutisht nuk mendoj ashtu, përndryshe është çështja e saj që ka vlerësu, por një gjë e di që ajo ka vepruar sipas procedurës të saj që ka menduar me ndërheqje, përndryshe kuvendi komunal as nuk e mbron as nuk shkarkon në detyresha, por është një çështje që ka vlerësuar ajo tillë, por ndoshta për shkak korrekcisë që e ka tregu si kuvend komunal, si asamblesë, sepse ka respektuar dhe ka vlerësuar punën e saj. Fatkeqësisht, ajo punë e saj e mirë e ndershme është dënuar sot nga një kryetari i komunës, i cili ne jo sot, ai sot kanë drejtë, ne mbrëmje kemi pas një reagim, që kemi shqetësimin për thyrje të zyrës, dënim cilindri. Por ajo është, ne kemi paralajmëruar 2 ditë më herët, që është duke bërë presion. Hini postimin tim para fundit e gjeni ku i kam paralajmëruar dorëheqjen e kësaj, sepse ka nis që disa javë kjo. Po kena shumë një pyetje në lidhur me atë që e theksuar si kryetari i komunës duhet të japë dorëheqje, ndërkohë që ne dim situatën e cila është që mbizotron komunën e Xhilanit. A në këtë situatë, ku çon kjo dorëheqje kryetarit të komunës? Nëse e kërkon, dhe a do të ishte më mirë që ju ta luani rolin konstruktiv dhe ta ndihmoni në shërbim të qytetarëve në këtë situatë në cilën është, po supozojmë, kaotike komuna e Xhilanit. Një ditë që Partia Demokratike ka tregu për herë konstruktivitet, bashkëpunim, për herë ka qenë pjesë e seancave ku i morë vendime të rëndësishme për situatën e Xhilanit, kemi vazhdu njëjtë si këtë deri tani. Nuk kem çfarë bëjna më shumë na nuk kena pjesë ekzekutive. Ne kem shumë zyrtarë që përkasin me bindje politike Partisë Demokratike, asnjëherë askush s'mundet me dhon një fakt ose një argument që Partia Demokratike ka ndikuar të zyrtarët e partisë saj për ta penguar një proces të rëndësishëm, një projekt, kjo kurrë s'është menduar as nuk ka ndodhur. Se përket dorëheqjes kryetarit, unë e di që tash ka mendime janë zgjedhjet 8 muaj dhe 7 muaj. Unë një e di, jemi bindur që komuna e Xhilanit më mirë ka më zhvillu se cilin sektor pa kryetar komunës, heq pa kryetar, se sa me këta. Se kë nuk është që i ndihmon kur gjohet pozitive në Xhilan. Ky vetëm i pengon edhe bën veprime që dëmtojnë dhe parandalojnë se cilin punë të mirë. Fatkeqësisht kjo gjendje don zgjidhje, e zgjidhja është ky milion sa më parë komunë Xhilanit. Faleminderit për juve, shëndet.